Hajde ma mësove ti. Neshi I thonë ciu. Thema ciu. Dyshi I thonë ciu ciu. Ciu ciu. 100 I thonë ciu ciu. Cër, zonë mami, cër. Një talent që tërheq vëmendjen e artistëve profesionistë është 3 vjeçari Nerden Daskali. Talenti I ri këngëtar që premton shumë. Regginës, pula për I vetën, apo veza pulën? Por në thot, vazhon vula, se në veza, doli pula, mil në veza, pula doli, po ka poshin, kush e poli? Kush e poli ka poshin? Pula. Mamaja e Regginës ka një opsion matematike të papërballueshëm. Nuk e besoni? U a thot vetë Regjina. Pu. Mua më ka gjetur belaja. Se do thoni ju. Po u a them troç. Kam bler një apartament të ri te ky pallati ku pronari ka vënë një së të madh. E keni parë ju? Ja, aty në rrugën kryesore. Si është apartamenti?
Për të fortet i babi sa cimento dhe ekur janë përdorur. Ja ka thënë vetë pronar i pallatit dhe ai tokës. E theme mbure se janë fantastike. Dielli bëhet miku im i parë që në mëngjes. Unë si çapkën e që janë, tak, ja shkel syrin sa po e shoh. Edhe në mbrëmje, kur largohet, përsëri ja shkel syrin. Fola shumë për shtëpinë, po unë dua të flas për mamin që më gallavit dhomën time. Mami ka një opsion matematike të papërballueshëm. Gjërat e mia, që nga pijamat, veshmbathjet, çorçafët, i blen me gërma dhe numra të stampuar. Muret e dhomës time janë plot me figura gjeometrike shumë gjyshe. Një javë plot punoj Xhaxhi Beraxhu, vetëm për dhomën time. Një ditë i tha mami dhe babit tim: çdo ditë që punoj dhe lyej këtë dhomë, më duket sikur ja provim në matematikë dhe gjeometri. Trekëndça, numra, shkronja, rrath, rombe, shonatën në gjumë. E dini, ka të drejtë Xhaxhi, se në asnjë kot për shtëfir nuk ka shpiktuar në mure sa te dhoma ime. E mirë, vazhdo. Të lutem, kujdes brinjët e trekëndësit të brenda shkruar, kujdes hipotenuzën, vazhdon të këshillat mami Prostan. Mami, të lutem, këtë faqen brapa nesh ta mbushi me këngëtare, fotot t'i japun, kam plot postera. Mami më mbylli syt dhe më ktheu nga ana e murit. Hapi syt, më tha. Ç'të shoh? Foto të mëdha të Pitagorës, Gaussit, Arkimedit, Paskalit, Newtonit, Abelit, Elit. U të merrova nga këta mjekërosh. Të gjithë ishin e mjekra. Ja, kaq. Ju drejtova mamit. Po fotografia ime, ku është? Apo, prej që të më dalë mjekra, të më vendosësh në mur. E po mos prit kot. Unë jam çup, nuk më del mjekra. Asnjë natë nuk kam fjetur aty. Unë fle me gjyshen në dhomën e saj. Mami dhe babi flente ka në dhoma dhe kur zjohen në mëngjes i bensit na, si topa pikpongu, sikur kanë fjetur në parcelat e Lazaratit. Kur zjohet, mami pi një aspirin çdo mëngjes. Shu gënjejo, për kokën e babit. Kioska dhe lokali. Një lokal luksos i thot kioskës për dorase. Largohu me të kanjoze, s'të dëroj dot, më plase. E shikon si jam unë, më ke prishë bukurin. Ai diti më kiosk se kush është pronari im? E kuptoj se kuptoj. Edhe unë të kam zili, se pronari që ke ti, punon lartë në qeveri. Po atëherë çfarë kërkon? Ule kokën dhe mbys qepin. Se dhe 2 ditjet ke, sa më parë do të si skrepin. Atë parru, çfarë e ke? Që e mba në kurriz. Mos u merr me politik. Unë jam elefant e ti një miz. Të thënë një fabull tjetër baba gjysh? Po. Laraska dhe bukieri. Një larask bishte prerë, ulet mbi një bukier. Pse ri vetëm ai zi? Për ty s'kujdeset njeri? A mund të futem pak? Skifteri s'më lë rehat. Çfarë kërkon më e mirë? Këtu ka shumë skifter. Pa më thuaj, nga na vjen? Qenge shumë la fazane. Mendja ty të gënjen, nuk qenge kësa jane. Unë bredh gjithë botën, por si këtu s'kam farë. Pas ka shumë buker, edhe shumë grabiqar. Unë ngrit la ras ka iku, unë ngrit lartë në qedh. Geli vetëm i ziu, geli bukeri në shije në djerë. Ju lutem rini urt, që mirë të mësojmë. Nuk di xhuxhat ku kanë shkuar, të gjithë nga shtëpia ku janë larguar. Por bardha vetëm në shtëpi, pastron për ta gatuan. Shtriga e mallkuar e ngacmon, e provokon. Por bardhë. Hap ma dorë. Jam një plakje mirë, e moshuar. Se hap, se di për rallë. E kam parë në film, edhe në libër e kam lexuar. Të lutem.
Më hap fare pak. Më shirë për mua, gruan plak. Ti që më bërë shërbëtare, ty të të hap derën? Fare s'kam dëshirë. Të lutem. Torba, hape. Të kam sjell muj me magji. Hape derën ti moj gjan. Magjia ime do të sjell princin e ëndrave pranë. Jo, s'më gënjen dot, se princi i mbret me punë në Europë. Torba, hape të lutem. Nga shtrik u bër azan. Atëhere, shko te Rushja, dhuroj një fustan. Torba, hape të lutem. Të kam sjell pasqyrë magjike. Të shohësh princin tënd. Hajt pra, bëhemi mike. Me princin e nxjerr vetë ma. Flas në telefon, Marka Erikson. Prandaj të them nuk. Lidhem çdo ditë në Skype dhe në Facebook. Po hape më derën, se më plasë. A vashtë në gajasë. Hape derën, e ti që ke uri. Të kanë lënë ta ngrënë, xhuxhët shkurta biq. Mos u bëj fare merak. Ka tani shërbim të shpejtë. Pica, taksi, ti nuk e di. Vetë çdo ditë gatuaj. Tas kebab, pilaf, kabuni. Do të hapesh derën, apo të iki? Do të gjej tjetër barbar. Nuk largohesh dot, se bashkë me mua tani kem mbetur në përrall. E gjora barbardh. Tani vonë zgjua, se në shekuj mbeti duke ngrënë mollën e helmuar. Marim këngët prush në zemra, e shëtisim troje tona. Nisemi nga Vlora e Detit edhe ngjitemi te Tropoja. Ku është ritmi që kapshihet? Qëndezyjet për ethane, s'ka në bot, magji nuk gjendet, por si valja tropojane. Motivet i nxjerr prej shpirti, kush ma mirë se Olsi Sherifi?
këngat e Pelena, ku ka kullota e dele, ku ka lule sherebele, ndalemi buza Adriatikut, fieri në zemër myzeqeje, ku dhe kënga dhe gëzimi zjene ndize në çdo konak. Ja si kënga dallën dyshja në Çardak, Dariana Arapi. Që rinën një qoshe, e mbani një kuror me belin e holl, veshur me të bardha, arbëreshe, mos jeni zana. Motër, ndalu pa, sikur e njoh këtë vend. Më duket sikur më parë këtu kemi qenë. Po, vërtet, qyteti më i Kodrës luftuar. Ja dhe amfiteatri ku më parë kemi recituar. Nga koha e gjatë, gjithë shka që nga tretur, sa shtylla dhe pak shkalli pas ka mbetur. Ja ku qenga dhe biblioteka, fare e rënuar. Mos vajnë njerëzit e sotëm nuk kanë kohë për të lexuar? Ndoshta, se unë kam parë që shumë njerëz rrugë ose në pazar dhe janë të dhënë shumë pas disa kutive magjike që shfaqin gjithkohë pamje filmike. Vizor quhet. Ata shojnë gjallë, aq shumë sa që fillojnë të imitojnë ato që shojnë, por si majmun. Motër, s'po më shësyri asnjë afër. Sa mal kam t'i shoh e t'i mbaj në dorë. Amforat e mia të mira, ikën e vanë, bashk me sendet e tjera, i qojnë matan,
Dhe për gjëra të tjera që për ne vlerë s'kishin, tani i shesin një shtetit si kur ç'të ishin. Motër, shisa ka ndryshuar vendi që nga koha jonë. Dhe prap, i bukur dëgjova të thonë. Vërtet, edhe rrugët s'janë me kaldrëm si atëherë. Po, i shtrojnë me bitum ose me ser. Dhe gjëja më e çuditshme që kam parë është se njerëzit mund të flasin nga larg se të ndarë. Kjo fal disa kutizave të vogla që quhen telefon apo celular. Gjithçka këtu ka ndryshuar. Edhe harpën time e kanë harruar. Me mjeta akustike elektronike e kanë zvendësuar. Luajnë muzikë shumë të fortë në vende publike, ku pihet shumë duhan dhe pije alkolike. Oh, sa keq. Motër, rinë edhe pak më gjatë, të shkojnë në ndonjë disko ose ndonjë pub. Të rinë këtu? Pse s'më thua ik? Këtu të gjithë kanë mendjen? Loto për në Amerikë. Të lutem, rrim të pak të një natë. Kuptom ti mua, këtu e ka mendjen të ikin refugjat. Oh, motër, sa kënaqësi, muzikë të bukur po dëgjoj, popullore burimore shqiptare. Po, muzikë dasme muzikare si atëherë. Le të bashkohemi e të rrim bashkë me ta. Daughter